antik i Orikumit ka përrekur vëmendjen e arkeologëve shqiptare të huaj që në fundin e viteve 50 të shekullit kaluar u vënë zbulimet e para, por vetëm vitin e kaluar u arrit të organizohej një ekspeditë e veçantë siç që ajo shqiptaro-zvicerane. Ekspedita i vijoi punimet edhe në vjesht të këtij viti, duke përfshirë në të arkeolog shqiptar si Vasil Bereti, Gëzim Llojdia e Mojsi Banushaj, ndërsa pala zvicerane përfaqësoi me profesorin Jean-Paul Descoudre, plus 11 studius të tjerë dhe studentë të Universitetit të Gjenevës. Gërmimet dhe unutimet arkeologjike u përqendruan në një fragment muri rrethues të shekullit të tretë para Krishtit në bordin e brendshëm që ndodhet në luginën e Dukatit, në një blok banesash dhe në të 5 pusën e ujit, përfshirë pusën e shenjtë, si dhe në teatrin e qytetit. Grupi i nënçirimit që merret me misionin e përjavshëm vëzhgime historike dhe arkeologjike mori kontakt me 2 arkeologët shqiptar të ekspeditës, që tashmë është larguar, me të cilët zhvilloi biseda në objektet kryesore ku u përqendruan kërkim zbulimet për këtë vit, duke i shpjeguar ato para kamerës. Atëherë lind pyetja, përse dhe kur është ngritur ky qytet? Të njëjtat të nderuar teleshikues, në vijim të emisioneve tona, vëzhgime historike dhe arkeologjike, ditën e sotme kemi ardhur në qytetin e Orikut, në shoqërimin e drejtorit të parkut arkeologjik Gëzim Llojdia dhe të arkeologut Mojsi Banushaj. Ju falemnderit për gatishmërinë tuaj në emër të stafit televizionit Apollon. Jemi si zakonisht treshja e këtij emisioni, historiani Ilirian Gjika dhe operatori Nuri Korita. Jemi pikërisht në pjesën jugore të qytetit, e kemi prapas shpine dhe përballë kemi lagunën e Dukatit. Dhe siç thamë, fillimisht do të shtrojmë kuadrin historik të krijimit të qytetit për të vijuar më pas në zbërthimin e tij, aq sa na lejojnë rrethanat edhe gjendja e qytetit antik. Do doja i lirë në kuadrin historik duke vështruar në tërësinë e qyteteve antike heleno-romake. Për të ardhur mbase në zhvillimin e qyteteve Ilire, por gjithë pellgut çfarë na vizatohet në këtë pellg, edhe si lindi nevoja e ndërtimit të këtij qyteti në kuadrin e qyteteve të lashta Helenës së pari. Kemi 2 veçori për Orikun. Së pari, Helenët e ndërtuan në një pozicion të çuditshëm, që ishte larg kritereve të tyre të kolonizimit, sepse qytetet që ngrinë ata i ngrini përgjithsisht në vende fushore, për arsye sepse nevoja që kishin poliset në Greqi, në rastin ton, polisi Eubeas, sepse Eubeasit e themeluan Orikun dhe këtë dëshmi e kemi prej Plinit, është e çuditshme pse ndërtuan në një zonë të tillë, një zonë malore, pasi dihet që pavarësisht se fusha e Dukatit është një fushë në formë trekëndshi, por është një fushë e vogël dhe është një fushë e thatë dhe nuk e ndërtuan në një rajon tjetër. Kjo tezë mund të ketë bëj me trafiqet tregtare ose mund të jetë ndërtuar si një hypotezë që mund të shfrytëzonte tregtinë e Gurit, duke ditur që 2 qytetet Helenet të tjera, Apollonia dhe 2 Rahu ishin të varfra me material ndërtimi. Pra mund të ketë lindur në funksion të 2 Rahu dhe Apollonisë për ta furnizuar me gur dhe me mermer. Hipoteza e parë. Hipoteza e dytë pastaj mund të jetë ndërtuar thjesht si polis ushtarak, megjithatë Eubeasit nuk kanë qenë të përmendur në këtë pellg, nuk kanë pas ambicie për kolonizime. Mund të jetë një grup të ikurish prej nga Eubea për shkak të luftrave politike, megjithatë Plini mendon që kolonistët i përkasin fundit, mund të jetë fundi i shekullit 8, ku merret edhe diçka e papërcaktuar nga lufta e Trojës, është 12:8 dhe Homeri nuk jep shpjegim tek Iliada dhe kjo Odiseja e tij dhe arkeologë dhe historian nuk kanë mundur dot që të vënë kufirin e saktë saj. Megjithatë unë do të them që patjetër leja është marrë nga Korinti, me pak fjalë
Oriku i përket një moshe me Apollonin, mund të jetë diku 620-588. Qyteti ishte një qytet i vogël dhe 15 hektar është llogaritur deri diku. Megjithatë, mund të them edhe këtë që përveç specifikat që ka qenë zonë ushtarake, studimet arkeologjike janë paksa të vonuara për Orikun. Të dhëna tjera do t'i zbulojmë gjatë emisionit, megjithatë Gëzimi mund na informoj fare mirë me kolegun Banushaj për gërmimet e fundit arkeologjike, sepse unë shikoj që buzë lagunës së sotme, që ka qenë një gjih detar, pasi të gjitha qytetet greke ndërtoshin sipas parimit hipodamik, në një kodër me fushpamje nga fusha ose nga bregdeti, dhe që funksiononte, i kishin si funksion, ishin në funksion të një porti, ose porti ishte në funksion të tyre. Gjë e parë që të bie në sy me bukurinë e saj të virgjër është laguna, një liqen i vogël kjo, ku ndodhej skela e brendshme në të cilën zbret nga lartësia e kodrës së Paleokastrës 20 metra mbi nivelin e detit. Veç duhet thënë se edhe skela u gjet nga ekspedita, ashtu siç që zbuluar kyç në vitet 1958-1960 nga arkeologët Dhimosten Budina, Ceka e Vladimir Zavatski, ndërsa me punimet e specializuara të këtij viti u avancua edhe në pjesën e saj të zhytur në det. Teza e themelimit të Orikut mbetet teza e parë në teori e parë që u besit mbas kthimit nga lufta e Trojës, të endur në detin Adriatik. Ata menduan se gjetën një pikë strategjike për ndërtimin e një qyteti, që ndoshta u kujtonte edhe Trojet e tyre nga të cilët ishin zhvendosur. Ndërsa e dyta që tregtarët Apollonisë mbasi mbaruan gurin në vendin e tyre, menduan ta ndërtonin Orikun për të marrë gurin e gurore të famshme të Karaburunit, si dhe drurën dhe masive pyjore të këtij varmali. Ndërkaq qyteti edhe sipas Skyllaksit në librin e tij Lundrimi thuhet se në shekullin e 5, në shekullin e 6-5 ishte një port që shërbente në detin Jon dhe në detin Adriatik. Ai kishte një bankinë që zgjate rreth 20 metra, domethënë ky është porti i brendshëm. Ky jemi këtu. Bankina zgjatet rreth 15 metra, është sot aktuale. Një ekspedit e Universitetit të Foggias që erdhi në këtë verë bëri filmime në ujore dhe pa gurët, cilën gjenden po për shkak të rrymave detare tani ne nuk i shikojmë vazhdim e tyreve. Bankina ishte rreth 20 metra, ndërsa vazhdimi i saj i këtij trakti guri ishte rreth 15 metra aktuale nga filmimet që ata bën në verën e këtij viti. Oriku ka pasur dy porte, një port të brendshëm dhe një port të jashtëm, të cilët kolegët mund na i shpjegojnë më mirë. Ky është porti i brendshëm i cili ka shërbyer për transportin e gurëve dhe drurëve që merreshin këtu dhe kalonin në portin e jashtëm. Lidhur tjetër me teorinë e formimit ose themelimit është sepse obeasit kanë gjetur këtu vendasit ka qenë pellazgët. Domethënë mbi një vendbanim të hershëm pellazg. Pellazg. Dhe këtë kanë gjetur shtratin pellazg. Kjo është një tezë që unë po e dëgjoj për herë të parë dhe falenderoj kolegun Llojtia, sepse arkeologjia vërtet është shkencë eksakte, por ne nuk kemi punuar dhe i kemi shumë të vakta gjurmët e pelazgjishtes. Pellazg trojanët, Pellazgo i lirët në këtë territor dhe ndoshta është bërë një migrim i brendshëm, siç ka ndodhur edhe më vonë pastaj në periudha ndryshme, ose siç kemi migrimet gjatë mesjetës në territore të tjera, krutanët u vendosën në Himar etj dhe kjo është një tezë që neve nëpërmjet emisionit ton sot po godasim siç duhet. Por ajo që duhet thënë është se kodra e Paleokastrës që ndodhet në pozicionin përkashinesh kishte një sipërfaqe rreth 5 hektar, ndërkaq që pjesa perëndimore e saj ishte me gur
me një pozicion jo të favorshëm, ndërsa pjesa lindore e saj përfundonte me një kompleks banesash, të cilat janë këto që ndodhen për Kashi. Lartësia më e madhe e Kodrës shkonte nga 20 deri 26 metra dhe gjithë sistemi dhe gjithë Kodra kishte një mur e 950 metra, në rrezën për 5 hektash një mur 950 metra, muri rrethues të qytetit, i cili u bën edhe gërbimet si vjet, që shtridëm nga laguna, që ndodhemi këtu, deri në pjesën ku fillua gërmimet e si vjetëm. I gjithë qyteti funksiononte në 4 seksione, në mënyrat pavarur, kur ndonjëri binte në duart e armikut, pjesa tjetër funksiononte dhe kryente veprimet e saj. Me fortifikime dhe kuptohet të brendshme. Atëre, fjala për ju, banushej. Po, falenderit. Atëre ndodhemi këtu, përballë kemi kishën e Marmirojit, fshati i Dukatit, së bashku me Luginën, që e tham pak më lart në forum Trekëndshi, edhe laguna dhe qyteti i Orikumit. Këtu zëfill porti i brendshëm i qytetit të Orikut, që vazhdon, duken dhe gjurmët e tija, me murin rrethues që ka shërbyer edhe si porti i brendshëm, po edhe si mur rrethues i qytetit. Vazhdon dhe muri deri në një pikë ku bën zbulimet ekspedita zvicerane si vjet. Laguna e Dukatit ka rreth 130 hektar dhe vetë liqeni që ju shikoni këtu ka përmasa 2.8 me 1.8 km, ka patur 3 pika që bëj kontakti ose i ujit dë detit me lagunën. Njëra është Dajlani ekzistus ku kaluam neve, 3 kanale që bashkonte detin me liqenin. 2 nga këto kanale janë mbyllur para 20-30 vjetësh dhe nuk funksionon, duke kryuar liqenin në një moçalishe për shkak sepse aluvionet e fushës së Dukatit, që është rreth 130 hektar, vinë në liqen dhe kryojnë moçalishte për shkak të mbylljes dhe mos komunikimit të liqenit me lagunën. Laguna është e pasur, ka një florë shumë të pasur edhe një faunë të pasur, me peshë, me ngjalla, si dhe në kohën e migrimit të tyre të shpendëve. Laguna është pothuajse e barabartë me Karavastan për shkak të pasurisë të saj që ka. Problemi kryesor është sepse mbyllja e lagunës për shkak në kohën e kthimit të Pashalimare në bazë ushtarake krijoi një problem serioz për dëmtimin e faunës në këtë zonë. Ndoshta projektet e ardhshme duhet shqyrtuar në mënyrë të tillë që hapjen e 2 kanaleve të mbyllur, për shkak sepse edhe komunikimi do të jetë më i madh, edhe densiteti i kripës, edhe problemet e tjera që shoqërojnë, sepse kënetizimi gjithmonë janë sjellin probleme, varfërie më shumë se sa problemet mbijetesës së kësaj zone. Sot në një pozicion tjetër, dikur kur kemi trajtuar emisioni për kishën e Marmirojit, që ndodhet pikërisht në jug të pozicionit ku ndodhemi ne të qytetit antik të Orikut, kemi bërë fjalë për këtë habitat të pasur dhe këtë vlerë të pasurisë son kombëtare. Por t'i rikthemi arkeologjisë. Ky trakt ky është muri rrethues, qyteti që mbaj me bankinën. Bankina ishte rreth 20 metra, që vazhdonte pingull me murin rrethues. Mbaronte bankina, vazhdonte muri rrethues i qytetit. Është përdorur dhe si rrugë njëkohësisht. Si mbrojtje, kjo është rreth 2.4 distancë. Janë të vjetra gëzim apo janë gjetur këtë vit? Jo, këto kanë qenë pothuajse pak të shfaqur, ndërsa nga gërmimi që bën arkeologët dhe ekspedita zviceriane shqiptare arriti të zbulonte pjesë të gurve, por patin problem sepse gërmimi këtu shkaktonte kapte nivelin e ujrave, e pton dhe prandaj ula vetëm gërmimi në cektin. Bankina ka qenë 20 metra. Domethënë ekspedita e fundit arriti ta fotografonte dhe ta filmonte, e ka Universiteti Foggias, ka qenë vetë rektori i tij, Volpe së bashku me Adrian Anastasin të arkeologjisë në Ujore në Durrës. Ata sollën një informacion shumë të pasur sepse bën filmime në ujë. Mendohet diku nga shekulli 2 para Krishtit, laguna u kryeua për shkak teoria e parë është një tërmet dhe shkaktoi mbytjen e pjesës së qytetit, ndërsa e dyta, një studim i bërë nga Novak në vitin 1923 shpjegon se duhet të ketë shëmbje tektonike të tokës, do në lëvizje poshtë tokës dhe daljen e ujrave sipër. Dhe megjithëse laguna dokumentohet
qysh në antikitet të paktën kemi të dhënat e Cesarit. Cezari që e përmend civile. Një pjesë e qytetit ndodhet në lagunë. Dhe edhe nga filmimet që u bën, ndodhen domethënë objektet nekropoli, tregu i qytetit, nekropoli jugor, ndodhen në lagunë. Por ka ndodhur një përmbytje e dytë me lëvizjen tektonike që të gjitha që mund të ketë qenë shpjegimi më shkencor Ilian është një zhvendosje tektonike sepse Novak 23 së bashku me Agajin që ka bërë atë studimin shpjegon jo vetëm për këtë lagun por dhe të lumit të Vlorës, luginë e Shushisës thot me zhvendosje tektonike të tokës sepse përgjithsisht tërmetet nuk sjellin ujë, por lëvizje tektonike të tokës, zhvendosjet e saj sjellin zhvendosjen e ujit lart. Dikur teza e Llojdisë është shumë e saktë sepse dikur mendohet që Shushica nuk është derdhur në Vjos, por është derdhur në lagunën e sotme po themi të Nartës, e cila ka qenë mbeturi, e cila dikur ka qenë gjiri i vjetër i Vlorës, i Aulonës, dhe aty ndodhej qyteti që gjurmët janë gjetur në Treport. Kompleksi i banesave të tërheqë vëmendjen sa po ecën disa hapa drejt qytetit të vogël antik, ndose në fillim të duken si bloqe shkëmbëish. Tabela shpjeguese edhe këtu të jep në fond të përmbledhur një informacion aq sa për të orientuar vizitori. Ndodhemi pikërisht te kompleksi i banesave. Ky sistem, kompleksi i banesave ka ekzistuar, por pas një vizite i bëri profesor Neritan Ceka, na këshilloi që pastrimi i kësaj do të ishte detyrë sepse shtohej një nga objektet në guidën turistike të qytetit. Kompleksi i banesave përbëhet nga 10 banesa me nga 2-3 së bashku, të cilat shkojnë rreth 30. Banesat janë të tipi mega rond, domethënë me bord të brendshëm, kanë dhe pjesë të dyqaneve, sistemin e kullimit e tjerë. Po shikoni një nga objektet, një nga banesat, e cila është 1.7 deri në 2 metra, që kanë funksionuar domethënë pas prerjes shkëmbit si e tillë, por e ndarë në 2 pjesë. Pjesa e sipërme ka patur një strukturë prej druri, pra gjysmë strukturë prej druri, e cila ka qenë si mbules dhe si tavan, dhe për dy arsye, para që në strukturë e lehtë dhe e dyta për shkak të temperaturave të larta në stinën e verës në këtë zonë, thonë që shkojnë mbi 30 ca gradë, një strukturë e tillë ishte edhe përshtatshme, por edhe favorshme për banesat. Ky sistem domethënë i banesave, domethënë rreth 80% e tij është hapur, është një sipërfaqe rreth 2500 metra. Do të vazhdojë domethënë gjatë periudhës së vjeshës tani me fillimin e shirave dhe ftojes të motit të pastrohet për të kapur pjesën në shkallën perëndimore të qytetit. Kjo ka qenë një nga 3 ambientet e Orikut, apo një nga 4 ambientet që ju sapo e përmendëm më përpara. Domethënë ky është kuarteri, po themi, ose kompleksi banesave në zonën e Palokastrës. Dhe toponimi është toponim tipik grek që duhet ta ketë ruajtur apo duhet jetë i Besjetës. Jo, ky është shekulli 4 para Krishtit. Toponim emërtimi Paleokastër. Paleokastër është gjëra dire. Jo, nuk e kam në atë pikë. Është toponimi i antikitetit. Sepse të paktën dhe Dhimostem Budina që është marrë në 1958, 1960 me Vladimir Blavatsky. Këtë emër gjeti që ruhej nga vendasit. Dhe kemi një toponim të çuditshme, Marmiro, që deri tash ka mbetur e pas emër Mert, dhe është në greqisht Paleokastër, dhe nuk e di, a ka këtu në Orik ka një mbishkrim grek aty tek teatri do të mbishkrim po. Fillimisht qyteti ka patur një emërtim Orik,
Pastaj në periudhën bizante, ndoshta të më vonë mori Jeriko, ndoshta mos është i ngjashëm me Xherikon e sotëm të emin e sotëm të Izraelit. Ndoshta dhe u vendosi kudo, si Napolonisin Dyrab, Butrin, do i komunitet hebre. Ndoshta nuk e di, nuk mund të flasim për gjatë mesjetës, sepse gjurmë të këtij fjalori, të kësaj toponimie kemi edhe në Kanin. Dikush e përmend Kanan, dikush e përmend Kion gjatë mesjetës. Megjithatë romakët e quajtën Oricum, si Durachium. Përsa në kohën e perandorisë osmane mori emërtimin Pasha Liman, që do të thotë pasha i lartësuar, dhe Liman do të thonë port, dhe gjithë jeta ose historia e qytetit Liman ka qenë port, prandaj dhe në funksion të këtij u ndërtua dhe qyteti. Dhe vazhdoi deri në periudhën kur Vlora e sotme Aulona, porti pati një zhvillim më të madh, kështu që triporti dhe Oricumi dolën jashtë planeve funksionit. Por ajo që ju thatë pak më parë aty për lëvizjet tektonike, teza e Novakut, teza gjeologjike është e vërtet, sepse në shekullin e 3 në gjithë ulësira perëndimore u godit nga, dhe këtu jemi në skajin më ekstrem të ulësirës perëndimore. Teatri me orkestrën e tij dhe me një pjesë të shkallëve kundruar është ndoshta pika më domethënëse e zbuluar deri tani dhe që shpreh potencialin e qytetit antik. Ky është një nga monumentet kryesore të parkut Orikut, teatri i qytetit, i cili mendoj se është një përzierje midis greko-romak. Periudha greke ndodhet të shikoni tek sistemi me dy gur, ku ndodhen pjesa diagonale, ose përballë nesh, pjesa greke, ndërsa pjesa romake është më e madhe, më e lartë, ku ndodhemi pikërisht shtuf, ka formën rrethore të saj, dhe më e lartë për të treguar statusin e perandorisë. Teatri ka shërbyer për shfaqje, për mbledhje të ndryshme, për ndoshta mendohet edhe për lojra të ndryshme me kafshë ose për gladiator, mendime ndryshme. Ka patur një kapacitet deri në 300, 350, 400 vende, dhe ai shishtri domethënë nga pozicioni që ndodhemi sot deri te pjesa e Ullirit. Është i ngjashëm me teatrin e Butrintit sipas profesor Cekës. Dhe pjesa që është zbuluar sot ka mbetur e tillë që nga viti 1158 nga Dimosthenë Budina dhe një arkeologu Vladimir Blavatsky rus. Arkeologu rus, po me origjinë shifute, hebreje. Përmuar dhe në Apoloni, me profesor Cekën, Hasan Cekën. Në 58-60 ekspedita drejtoi nga Selim Islami për palën shqiptare dhe Vladimir Blavatsky, por këtu ka punuar dhe në mos gaboj dhe Kastanajani. Është e çuditshme, e gjejmë në këtë formë, autentike, pa lëvizur asnjë gjë, në simetri të plot, një punim i jashtëzakonshëm. Pjesa e orkestrës deri dikush e plot, por mungon skena dhe proskena. Besoj ka qenë hyrja ose vendi që hyrja jugore dhe hyrja veriore. Megjithatë mund të gjykohet për kapacitetin. Juve thatë 300-400 vende. 10% e qytetit shkonin pak a shumë në shfaqje ose në mbledhje, nëse do të i marrim. Po, mund të ketë shërbyer edhe për mbledhje, për vetë specifikën e vogël të qytetit, por gjatë periudhës romake mund të ketë mund të jetë shfrytzuar fare mirë dhe në formën e amfiteatrit për ndeshjet e gladiatorëve. Megjithatë, gërmimet e ardhshme do të zbulojnë. Këtu ka një fenomen që e intrigon arkeologun, sepse shikon, po të ngulësh dy kazma, duken objektet, siç kemi një pjesë mermeri, disa bloqe, e intrigon vërtet arkeologun, i cili mund të gërmoj. Ju përgëzoj gëzim se keni bërë një punë shumë të mirë, dhe unë ndjem i befasuar sot. Kjo tregon me saktësisht në fjalë për atë çka ata ishin megjithmonë, ishin artistë të gdhëndjes gurit. Kjo tregon mjaft bukur me fjalë në shkrirjen e përmasave të dy, edhe romake edhe greke.
Një tjetër gjë që duhet të theksuar me fjalë është akustika që mund të që përmban thjesht teatri, dhe teatri e quajnë këtë. Ja në këtë pozicion Akustika ka një akustikë të mrekullueshme. Zëri kthehet dhe tingëllon bukur edhe për veshin e aktorit i cili frymëzohet dhe vazhdon Është në hapësirë këtu me fjalë dhe në këto kushte që jemi sot me fjalë, mirë po akustika është e jetë e përçosur. Ndoshta edhe ai emërtimi teatr është domethënë emërtim grek për shkak sepse ata e përdorin teatro, domethënë ku luanin pra pjesët e tragjedive apo të autorëve antik grek. Ky teatr i Orikut, meqense ju përmendët paksa edhe Butrindin, pas Butrindit, teatri i sotëm i Orikut, diçka teatri i Bylisit dhe teatri që ndodhet në Klos të Mallakastrës, i Nikajës, janë 4 teatrot që ruhen më mirë në këtë gjendje reale, ndërsa ai Apolonis është i dëmtuar. Megjithatë, teatri Apolonis, teatri i Orikut, teatri i Butrindin janë teatro se janë koloni greke, ndërsa teatri i Bylisit dhe i Nikajës janë teatro tipik i lirë, tregon që ajo teza juaj, që u beasit erdhën në Ishtrat Pellazg dhe Iliro Pellazgët kishin të njëjtin nivel kulturor sa dhe grekët, pavarësisht se bota greke nëpërmjet kolonizimit u bë më e njohur. Do të thosh edhe këtë që me që folëm për këtë të fundit, neve kemi në administrim edhe një park Amantian dhe Amantasi kanë qenë ata cilët kanë marrë pjesë në lojrat olimpike që janë zhvilluar në Greqi. Ndryshe nga të tjerët, domethënë nga qytetet e tjera, Amantasit ftoheshin dhe merrnin pjesë, të tjerët i quanin domethënë tegër e tjerë, barbar, me fjalë barbar, ndërsa Amantasit kanë marrë pjesë në gjim në shumë botime që përfliten për këtë tezë. Prandaj kanë Barbarët Bylion thot dhe Amant. Po ndoshta Oriku dhe Apolonis shtrieshin. Kuptimi barbarë është më ndryshe, nuk ka kuptimin domethënë që mund të shqiptohet sot. Ata kanë një kuptim më ndryshme. Sot në fyes, por në kuptimin të gjithë ata që nuk flisnin gjuhën greke, ata popull quheshin ata të periferisë. Ata të periferisë. Sepse në Amantin neve kemi një stadium i cili është i shekullit III, një nga monumentet më të pakrasueshëm, sepse nuk mund gjë sot të tillë as në Ballkan, ndoshta as në Europë. Sepse ai gjendet i zbuluar me 28 shkallë në pjesën perëndimore të tij dhe 8 shkallë në pjesën lindore, veri lindore të tij dhe 6 shkallë në pjesën jugore të qytetit. Pikërisht për këtë sepse marrja pjesë e tyre ka bërë të ndërtosh një stadium, domethënë në një lartësi rreth 650 metra mbi nivelin e detit, është jo vetëm mençuri, por është edhe kulturë e një qytetërimi të hershëm. Shkallët qendrore që shikohen në këtë pozicion janë 10 metra, por ato janë 27 shkallë që kanë një distancë rreth 2.4 metra dhe me sistemin e kullimit. Përkatësi tyre shikoni teprica godinash, të cilat kanë shërbyer për shërbime të ndryshme gjatë teatrit ose godina për banimin. Ato mund të sot është zona qendrore e qytetit. Po kjo është zona pjesa sepse shkallët të nxjerrin në zonën e Akropolit, sepse dhe sipas teorisë krahas murit rrethues 150 metra ndodhe një mur tjetër i cili rrethonte Akropolin e qytetit, por pjesa e tij ishte pa zbuluar edhe për shkak rrëmimeve. Në vitin e kaluar ekspedita zviceriane që erdhi në Orikum bëri rreth 30 sondazhe në pjesën e Akropolit të qytetit. Dhe gjithë pjesa, domethënë gjithë rezultatet e tyre përfunduan sepse ra në shkëm, nuk pati domethënë një rezultat. Megjithëse ata zbuluan rreth 115 metra gjatësi dhe 30 metra gjerësi, vetëm thjesht zbulimi i vitit të kaluar ka qenë qeramik dhe një studim magnetik, si dhe fotografimet ajrore për të me synimin të zbulimin e hershmërisë së qytetit, pra kapjen e elementeve të hershmërisë të qytetit të Orikut.
Kurse puset janë një befasi më vete. Pusi i parë dhe ai që ndodhet pranë pusi i shenjtë. Gjithsej janë 5 puse të shpërndarë në kodrën e Paleokastrës, brenda qytetit pra. Në qytetin e Orikut ndodhen rreth 5 puset, të cilat janë shpërndarë në gjithë kodrën e Paleokastrës. Ky që ndodhemi aktualisht ka një thellësi që shkojnë nga 20 deri në 23 metra, është i gjithë i gdhëndur në shkëmbë dhe i përket një ambienti, pra ambient familjar që ka vazhduar ja dhe sistemi ndërtimit, shkallët të brendshme. Puset funksionojnë në atë kohë kur janë pusi një familje të madhe patriarkale. Po. Funksionojnë në atë kohë kur qyteti binte në dorën e armikut, atëherë mbijetesa ka sjell mënyrën për të mbajtur, qoftë mbajtur urë, qoftë edhe për të... Ke përmendur shpesh sot gjatë emisionit Gëzim, mbijetesa, armiku, sulmet. Ka një bazë të vërtet, neve kemi të dokumentuar nga historia 2 konflikte, konfliktin e Apoloniatëve që pushtojnë Orikun, diku nga viti 410 shekulli 5 para Krishtit, dhe pastaj Oriku është bërë mollsheri midis Cezarit dhe Pompeut, sepse të paktën Cezari tek lufta civile që na përmend 2 komandantët Lukrecin dhe Minuchin, të cilët mbytën anijet që të mos futeshin në lagunë portin e brendshëm anijet e Cezarit. Kemi pushtimin më vonë të Aleksandrit të Madh në vitin 2014 para erës së re. Kemi që romakët e përdorën si një qendër kundër në luftra kundër Iliris. Kemi Kasandrin dhe Filipin e Pest, të cilët e kanë dashur, nuk kanë guruar që ta sulmojnë Orikun për ta patë si bazë mbështetje për operacionet e tyre kundra Polonisë, por ndoshta maqedonasit e kanë dashur dhe në drejtim për të hedhur drejt perëndimit. Atëre Orikasit në këtë rast hapën këto puse që për interesin e teleshikuesit një hamendësim për si mund të jetë përdorur një teknologji në shkëmbë për hapje pusesh. Kjo është pjesa më e vështirë sepse i gjithë sistemi i ndërtuar në Orik është i përbën nga shkëmb i gdhëndur, po të shikosh gjithçka domethënë nga kompleksi banesave të shkallët qendrore, të pjesa tjetër e shkallëve dhe edhe puset domethënë gjithçka është ndërtuar në shkëmb, domethënë gdhëndja e shkëmbit ka qenë një zanat ose si thua një mjeshtëri vendasve. Zoti Mojsi tha që parë që këtu ndeshim një teknik të jashtëzakonshme të përpunimit të gurit. Derisa kemi atë teatr të jashtëzakonshëm atje nga estetika e punimit, nga mjeshtria, besoj se edhe vazhdimësia atij pusi do të ishte diçka më e thjeshtë pavarësisht se kërkonte një forcë fizike më të madhe. Megjithatë, me çfarë force, fuqie prerse mund të kenë vepruar ata? Këtu mendoj të kenë përdorur metale të shtrenjta dhe të ndryshme, sepse nuk mund të bësh thjesht me një dalt apo me një varenj një vepër kaq të tillë, kaq të mirë. Më tepër që aty nuk të lejon edhe forma, edhe koha ndërtimit. Shumë njerëz nuk punonin dot. Janë përdorur shumë pak, me fjalë është mund të 1 ose 2 veta, me fjalë kuptohet, po që teknika e tyre është shumë e përsosur, është shumë e mirë. Atëre me se mund ta kenë nxjerrë ujin? Ujin me kova, çikrik, sistemi nxjerrjes ujit ka funksionuar edhe pastaj me mekanizma të rrumbullak që e hedhin në ambientet e ndryshme. Shohim një punim në formë të ndoshta është për ujin ose ndoshta të rrumbullakët, të lugët aty që ndoshta kalonte pastaj pjesë duke shfrytzuar pjerësinë e kodrës dhe kalonte ujë, filtrohej dhe përdorej pastaj për nevojat e tjera për këtu për shembull gjejmë një gry kamfore e degraduar nga koha, nga lagështira, ndërsa shkëmbi pastaj ka mbijetuar sepse është vërtet një cilësie të mirë, po këtu shiko mund po intrigojmë nga diçka tjetër. Do shikojmë edhe pjesën. Shoh një ikonë aty dhe një qiri. Këto janë është besime, domethënë kalojnë atë kohën pagane të njerëzve duke menduar se gjithçka është ndërtuar. Kemi ndonjë kult të vjetër gjuhë të prishtërimit?
Po ne kemi tek altari, domethënë përderisa ka altar është edhe pjesa kur Krishti filloi mënyrën të integruar, se fillimisht ka qenë besimet pagane ku besoheshin në shumë perëndi. Me fillimin e krishtërimit, të cilën në Shqipëri ka një zanafill të hershme, ne gjejmë në Amantje një bazilikë paleokristiane shekullit 5-6 pas Krishtit me 3 nef, Amantjes, e cila tregon se krishtërimi në Shqipëri është i hershëm dhe ka ardhur nëpërmjet apostujve të Krishtit në Greqi, në Greqi dhe nga Greqia pastaj u përhap në territorë përreth, siç është edhe Amantja. Bilena Amantje ka patur një episkop që Eulalis në shekullin e 8 përmendet. Megjithatë, gëzimi ka dhe një dobësi ndaj Amantjas. Si duket e ndan pak Amantjan me Orikun, se shera e dytë që e përmend Amantjan, por unë sqaroj teleshikuesit, sepse së bashku me gëzimin do të shkojmë edhe në Amantja. Ashtu siç ka letërsi krahasimore, ka dhe arkeologji krahasimore, besoj jemi në... Jo, ka dhe një problem, profesor, jo, ka një problem sepse neve jemi zyra që koordinon veprimet e 2 parqeve, domethënë Orikut dhe Amantja. Dhe Amantja është qyteti i parë sepse ka dhe një sipërfaqe 400 hektar. Ne zyra jon këtë koordinon të 2 parqet. Prandaj përmendja e Amantjes është domethënë shpesh jo për rastësime fjalë. Një nga zbulimet më të rëndësishme të ekspeditës së si vjetme ishin fragmentet e murit rrethues, dhe kjo ishte pika e fundit ku ndalën me arkeologët Gëzim Llojdia dhe Mojsi Banushaj. Ky është zbulimi që ka bërë ekspedita zviceriane shqiptare, e cila kryesoi nga Jean Paul Descadres, si dhe drejtori shqiptar Vasil Bereti. Është i dytë vit që vinë në Orik dhe këtë vit u përqendruan në zbulimin e murit rrethues të qytetit. Muri që ju shikoni, trakti që është përballë, është muri shekullit të 3 përpara Krishtit. Fragmenti i tij, i cili vazhdon dhe në disa sondazhe të tjera që vazhduan në 3 pika, pikë para, 2 dhe 3, ishte vazhdimësia e tij. Ndërsa te këmbët tona ndodhet pikërisht muri, domethënë pjesa e këtu shekullit të 4, pastaj pjesa mbështetëse dhe niveli i detit. Midis këtyre shtresave murit të këtij shekulli 3 dhe shekullit 4 u arrit të zbulohet keramik, kryesisht ato kanë shërbyer për transportin e vajit dhe të verës. Ato i përmbajnë domethënë shmërinë më të madhe për shekulli 5, shekulli 6. Krahas këtij muri do të shikoni mur tjetër, i cili është me llaç, periudha e vonshme, ndoshta koha e Justinianit. Të do të thotë. Është periudha. Këtu kemi diçka të përzierë. Kemi blloqe kuadratik, drejt këndor, trapezoidal. Aty pastaj muri është, ky është mur i antikitetit. Ndërsa llaçi është përdorur pastaj është teknika e përzierë. Periodat e mëvonshme të qytetit. Dhe ka një më vonë, ndoshta në shekullin e në shekullin e 6 dhe të 7, në shekullin e 6 dhe të 7 mund të ketë kemi gjurmë rindërtimesh. Po, është rindërtuar. Ka një gjë që domethënë mbas mbylljes së shpalljes së bazës pas Shalimanit, pjesët e gurëve të murit janë marrë dhe ne gjejmë edhe pjesë këtu dhe gjejmë te këndi kuq pjesë të këtyre gurëve. Janë përdorur ndërtime të mëvonshme që janë bërë. Siç janë bërë në periudhën bizantine pas bizantine. Pas bizantine. Ndërtimet po. Bizant me Bizant. Bizant me Bizant. Por besoj se kjo pjesë në vitet e ardhshme do të jetë një nga pjesët kryesore të sitit të Orikut. Dhe do të jetë e vizitueshme. Ky do futet në guidën turistike të qytetit dhe do të vazhdojnë në vitin e ardhshëm, do të vazhdojë përsëri për bashkëpunën me pjesën e murit tjetër, i cili fillonte tek porti i qytetit. Por ekspedita, duke qenë se ishte një mujore përbëj nga profesorët të Universitetit të Gjenevës dhe nga studentë, ata domethënë mbaruan misionin e tyre sepse në tetor fillonte viti i ri i tyre shkollor, kështu që do të vazhdojmë vitin e ardhshëm me synim për të gjetur hershmërinë e qytetit.
Kyç si vjet, ndër të tjera, Orikumi troqi vëmendjen e vizitorëve dhe brenda një kohe të shkurtër ata e panë më shumë se 1500 turistë. Me punimet e kryera për këtë vit, si dhe vitin e kaluar, shpresojmë që vitin e ardhshëm, në vijim të tyre, të arrihen zbulime të tjera të rëndësishme për ta plotësuar pak e nga pak panoramën e përgjithshme të këtij qyteti të bukur dhe antik, një në të rrallë e periudhës heleno-romake. Ishim në shoqërimin e drejtorit të parkut, Gëzim Llojdia, arkeologut Mojsi Banushej dhe si zakonisht ne grupi i xhirimit përbër nga historiani Iliria Gjika, unë Makupone gazetar dhe Nuri Korita operator. Miru pafshi në emisionin tjetër të radhës.